Pas përfshirjes së emrit të tij në dosjen e Jeffrey Epstein, Hillary Clinton ka kërkuar të dëshmojë publikisht para Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Sipas agjencisë AP, ajo i ka dërguar një kërkesë kryetarit të Komisionit Hetimor të Dhomës së Përfaqësuesve, James Comer, për të mundsuar një seancë zgjimore në transmetim të drejtpërdrejt televiziv. Kërkesa e ish sekretares së shtetit ka hasur kundërshtim nga Komiteti Hetimor, i cili preferon që seanca të zhvillohet me dyert të mbyllura. Fillimisht familja Clinton kishte kundërshtuar paraqitjen para komitetit për të përballuar me mundësinë e sanksioneve. Ata kanë konfirmuar se do të përgjigjen thirrjes dhe do të japin dëshmi. James Comer ka deklaruar se seanca do të regjistrohen në audio dhe video, ndërsa transkriptet e plota do të publikohen më vonë. Në orarin aktual, Hillary Clinton është planifikuar të dëshmojë me 26 shkurt, ndërsa ish presidenti Bill Clinton do të japë një dëshmi një ditë më vonë me 27 shkurt. Ky hap vjen në një moment të ndjeshëm, ndërsa hetimet mbi marrëdhëniet dhe përshtirjen e figurave të njohura politike në rrjetin e Epstein mbeten objekti vëmendjes së medias dhe publikut amerikan.